Të dielën kanë filluar aktivitetet për të shënuar manifestimin tradicional Takimet e Rekës së Epërme. Si vjet në kuadër të këtij manifestimi traditor, aktivitetet filluan të dielën, me rast u vendosën kurora lulesh në varrin e adhetarit Josif Bageri në Nistrov, dhe nga këtu vijoi aktiviteti titulluar Marshi i Projtë të Thellë. Në ditën e dytë me datë 4 dhe 5 gusht do t'i bëhet vizitë qytetit të Shkodrës, ndërsa manifestimi qendror do të mbahet më 8 gusht në fshatin Rimnic. Ringjallje vlerave tradicionale të teritorit të Rekës së Epërme është qëllimi kryesor i organizimit të titulluar Takimet e Rekës së Epërme, i cili si vjet organizohet për të dytin vit me radhë. Aktivitetet që ngërthen në vete ky manifestim janë të karakterit kombëtar, historik dhe tradicional. Si vjet në kuadër të këtij manifestimi traditor, aktivitetet filluan të dielën, me rast u vendosën kurora lulesh në varrin e adhetarit Josif Bageri në Nistrov, në shenjë nderimi për kontributin e tij, i cili tër jetën dhe veprën ia kushtoi çështjes kombëtare shqiptare. Me përfundimin e ceremonive nderuese për Josif Bagerin, nga fshati Nistrov vijoi aktiviteti i titulluar Marshi i Projtë të Thellë. Piknisja ishte në fshatin Nistrov me shpërndarjen e simboleve të marshit dhe vazhdimi drejt fshatit Zhuzhunj në drejtim të Projtë të Thellë. Në ditën e dytë, me datë 4 dhe 5 gusht, do t'i bëhet vizitë qytetit të Shkodrës. Nisja do të bëhet më 4 gusht para Pallatit të Kulturës, me fillim në ora 8. Me të arritur në Shkodër, do të vizitohet shtëpia e familjes së Migjenit, apo shkrimtarit më të lexuar dhe më të rëndësishëm të letërsisë shqipe të shekullit të 20. Po ashtu, në të njëjtën ditë, vizitë do t'i bëhet muzeut të këtij qyteti dhe Kalas Rozafës. Vizitorët një natë do të qëndrojnë në Shkodër në Hotel Argenti dhe të nesërmen vijon udhtimi për në Tiranë, ku do të qëndrohet deri në orët e pasdites, kur edhe do të bëhet kthimi në Gostivar. Këtij udhtimi mund t'i bashkangjiten të gjithë personat e interesuar duke i kontaktuar organizatorët. Manifestimi qendror do të mbahet më 8 gusht në fshatin Rimnic, ku do të prezantohet një program i pasur kulturor artistik, i cili nëpërmjet të këngëve dhe valleve tradicionale do të sjellë freski mbi traditat, doket e zakonet burimore të kësaj ane. Kjo si iniciativë gjatë vitit të kaluar burroi nga mërgjimtarët, të cilët nostalgjia për vendlindjen ata shpesh i ka bërë që të mendojnë për një aktivitet të kësaj natyre, dhe më në fund ideja rezultoi me një manifestim të këtillë, i cili synon të mbajë gjallë vlerat kulturore dhe tradicionale të këtij vendi. Manifestimi Takimet e Rekës së Epërme, që vitin e kaluar u realizua për herë të parë, u bë një ogur i mirë për të vijuar edhe me shumë projekte dhe nisma të tjera për promovimin e vlerave kombëtare të shqiptarëve të kësaj lugine. Pas formimin të shoqatës kulturor-artistike, publikimit të vëllimit të dytë të monografisë etnografike mbi veshjet kombëtare të shqiptarëve të luginës së Rekës me autore e Bibe Selimi Osmani, së fundmi është publikuar edhe një program muzikor, respektivisht audioalbumi titulluar Thesare nga Reka e Epërme. Është një program muzikor që pasqyron këngët dhe vallet autoktone të zonës së Rekës së Epërme, të cilat veçohen për nga mënyra e interpretimit dhe paraqesin karakteristik më vete. Manifestimi tradicional Takimet e Rekës së Epërme përkrahet financiarisht nga të gjithë mërgjimtarët që veprojnë në Europë.